Për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë në ndeshjen e 7 qershorit Shqipëri-Serbi do të jetë numri më i lartë i uniformave të angazhuara për një ndeshje. Mësohet se rreth 2000 forca policie të jenë të angazhuara për garantimin e rendit, përfshirë njësinë RNA, FNSH, antiterrorin dhe shish. Siguria më e madhe do të jetë mbi përfaqësuesen serbe, që do të shoqërohet me forca të shumta policore dhe me masa të rrepta sigurie nga momenti i mbërritjes në Tiranë deri në largimin pas përfundimit të ndeshjes. Antiterrori do të ketë rolin kyç në mbështetje të tyre, po ashtu do të jetë reparti special RNA që do të shoqërojë ekipin serb. Do të ketë masa të rrepta në drejtim të qarkullimit rrugor, të kontrollit të tifozëve në hyrje për në stadium, por edhe të atyre që s'do të mund të hyjnë dot. Antiterrori do të ketë një rol kyç në këtë operacion, me përgjegjësi të drejt për kontrollin e perimetrit të stadiumit, monitorimin e pikave hyrëse në territorin shqiptar. Në çdo pikë kufitare prej një jave janë dërguar fotot e personave me prirje ekstremiste, të cilët nuk do të lejohen të futen në territorin shqiptar. Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me shërbimet e sigurisë së shtetit, policinë dhe agjencitë të tjera kanë implementuar masa të avancuara sigurie në stadium. Ndërkohë, është konfirmuar se do të ketë masa edhe nga ajri për ndonjë të papritur. Në stadiumin Arena Kombëtare janë instaluar sisteme moderne sigurie që përfshin kamera me njohje fytyre, face recognition dhe kamera televizshme shtesë që do të monitorojnë çdo lëvizje në tribuna dhe rreth stadiumit në kohë reale. Policia ka përgatitur një plan kontrolli që përfshin verifikimin e imtësishëm të biletave dhe dokumenteve të identifikimit të çdo personi që hyn në stadium. Po ashtu, mësohet se për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm, të gjitha rrugët që çojnë drejt stadiumit do të jenë të bllokuara plotësisht, ndërsa zona përreth do të mbrojtë me pajisje antidron për të shmangur mundësinë e ndonjë ndërhyrjeje të jashtme. Vetëm dije se në stadium do të ketë prezencë të lartë të forcave të policisë dhe njësive antiterror. Do të përdoren edhe pushka antidrone të vendosura rreth stadiumit për të shmangur çdo kërcënim ajror i cili mund të destabilizojë situatën.